Jam I bindur se të gjithë shqiptarët e kanë mësuar se Edi Rama mori një ftesë nga Donald Trumpi. Por atë komunikimin me Trumpin, përse nuk e nxori që po të respektoj vajzën edhe juve vazhdoni atje. Kosova kishte edhe Albinin edhe Vjosën. Si mundet vallë, ky shteti është katandisur koske lëkur përpara shqiptarëve në radhë të parë, edhe ndërkombëtarëve që nuk e kanë uruar akoma qeverinë e krimit, por pikërisht në festën e flamurjet pavarësisë uruan që të shporin bandat e krimit. Patllaken mbi zyrë dhe telefoni mos ma kërkoni. Tani pyetja është, 2 miliard që u falën me paqe nga Baromi, nga Harami. Si mendoni juve, a munden vallë këta biznesmenët të ndajnë gjysmat dhe t'ja bëjnë dhurat Jared Kushner dhe sigurisht vajzës së presidentit Ivankës? Se shqiptarët janë bujar, jemi me besë, jemi human. Kështu, Rama bodhi zgjedhjet, bodhi taksat e shqiptarëve, kërkon të bëj pisë edhe familjen e Donald Trumpit të shesi Shqipërinë për karikën që doktori I thot, ri nesër në zyrë po ta mbajtje se ta tregoj jonë. O doktor, shko të hënën ti, prit aty në Surrel, mos e le të dalin nga shtëpia. E bën dot. Shohu I radhës fatkeqësisht po vazhdon.